Ju me se ardhi herë, na kemi problem vetëm për rrugën. Atje lartë ku kom shpinë e fundit tonë, ka qenë të më vratë quni, prej rrugës, më shëm quni me makinë, kom rrugën shumë keq. Ke shpia e fundit, deri ke shpia e ti Shabolenës, i herë rruga jone përveç. Edhe kjo po ashtu, na s'dum gjë tjetër vetëm rrugën. Se na bën rrugën, na s'kemi gjë tjetër prej jush. Kush da me qenë, më na bë rrugën. Edhe zërimi i rrugës, fal ti për zërim rrugës, sa të këtë. Na duam rrugën një herë, dhe ke shpia ime, duam rrugën me kalizim, me çdo gjë, se kam rrugën shumë keq. Rruga jonë është përveç. E kam burr në smunet i ka dy herë bolonca, s'kam shku ke shpia e re akoma pri rrugës, s'kam rrugën e keqe. Faleminderit. Okej, faleminderit. Neve na intereson më shumë edhe ujtë i vaditjes. E kom vjalin se ne dëri para 2 javësh ka qenë, ai kryetari i komunës na tha që do ta heq tota dhenja atje, se ne se kishim lënë me heq, nuk e dishim këtë punë. Të shet nuk e ka vënë fare tubin, edhe gjithta këto mijëra hektar tokë dalin gjithë pa ujë. Edhe rruga të shi, edhe kjo rrugë që është bën është ngushtë, nuk i merr 2 makina. E kom vjalin, ju edhe shihni edhe vet. Edhe këtu e kalon deri këtu, këtë lagje gjithë janë 50 shtëpi. E kam ndërprer deri këtu. Ne e dim kur bëhet një investim për katonin bëhet për gjithë, jo 5 bëhen e 5 mos bëhen. Ushtimi i rrugës. Edhe në kene në këtë shqetësim tjetër. Për shembull shteti duhet bëj një treg mërzotni, që unë ta shes mallin ndem. Ai ka vetëm një treg privat atje ku është, bashkia, Tiranë që është bashkia, bëj një treg që gjithë populli të shkojë të shesë, nuk rripna. Zina mu më policë më rrugës se do shesa po do të bëj. Kjo halli. Nuk ine nevojë në na prodh tas të miellit. Vën votimet se do mbi 7.000 më hor bukë, se bukën e qis vedo, jemi zoti vetës. Ne duam kryesorja është rruga, drita, uji, sa tatimit i merrte. Si shtet. Kjo është problemi jonë që kena. Në radhë parë i falenderojmë për interesimin që i interesuar për zonën tonë, për fshatin Minik, për halë të popullit që kena. Në radhë parë ne herë, shqyqyr, unë jam 63 vjeç, shqyqyr gëzohemi që ne filloj rruga me ushtru, me asfaltu, me rrugë, edhe kalamaj tonë që në shkallë, domethënë si njerëz. Edhe kur vjen puna të shti, neve jemi interesu, të thonë, është fondi vetëm për degë shkolla. 50 familje që janë në këtë lagjen tu, ne kanë ndërprer këtu, takoj inxhinierin këtu me malorën tonë, çfarë bëj këtu? Ka degë këtu a keni tha. Tash bravo qoftë shoh, kjo bashkia jonë që e ndan popullin dysh. I njëjtin popull, gjysmën i ka të nonës, gjysmën të babës, edhe i ndan. Ne i lajm pa asfaltim, unë do vi me çizme deri këtu, mos sa të hyjmë xhade. Pastaj kena problem ujit e zeza, gjithë lagjet e sipër vjen deri këtu ja ka poseta. 5 metra mas meje. Poseta ujit e zeza. Më lart s'ka, dalën to dhe vazhdojnë fushës tu, dalim lum, sipër xhades. Edhe me thonë drejtën jene shumë pak naq.